Në episodin e 9 të Bahiti Podcast, kam kënaqësinë të kem përballë meje historinë e gazetarisë investigative dhe të kronikës zezë në Shqipëri. Emri i tij flet vetë për të. Zonja dhe zotrin Artan Hoxha. Përshëndetje, mirë se të gjetëm dhe shumë faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit që pranove të vjen në Bahiti Podcast. Ke qenë një nga njerëzit që ne kemi menduar gjatë kohës se kemi ndërtuar skaletën, kështu që kënaqësi që erdhe edhe në qytetin e bukur të Elbasanit, edhe që u përgjigje ftesës tonë. Në fakt, thash një shumë faleminderit për ftesën dhe ju uroj edhe për nismën dhe për podcastin që keni organizuar. Në Elbasan, në fakt, edhe prej afërsisë, tash më shpejt vjen në Elbasan se sa shkon në lagjet periferike të Tiranës. Por unë jam dhe tifoz i Dinamos, dhe Dinamo e ka fush pritse Elbasani, kështu që unë jam pothuaj çdo javë në Elbasan, edhe përpara futbollin, po i heqim pjesët e tjera se boll, po hyrën në një qytet pasi të tjerat vijnë vetë. Po, normale. Të tjerat janë paket. Tan Hoxha, unë do të trasin gjithë, që ta bëjmë bisedën edhe më të ngrohtë edhe më miqësore. Ti je një gazetar kronike që gazetarin e ke mësuar në rrugë, duke shkuar në çdo vendngjarje. Si të duket vetja kur gazetarët sot janë bërë si zëdhënës të policisë ose prokurorisë? Shiko, në momentin që unë kam filluar këtë profesion, Shqipëria ndodhe një situatë tjetër, media shqiptare ishte shumë e re, ne nuk gëzonim një traditë të kësaj medias që kemi sot nga koha e komunizmit, dhe për këtë shkak edhe media ishte në hapet e parë. Pra mbas 90-s filloi të organizohet dhe të formëzohet ajo që do të ishte media e pavarur. Mbas 90-s, media në Shqipëri filloi të hodhi hapet e parë. Pra ne nuk kishim pasur një traditë më përpara. Pra kishim pasur një media në fillesat e veta gjatë kohës së mbretërisë së mbretit Zog. Pastaj erdhi koha e luftës, mbas çlirimit deri në vitet 90 ka qenë një media që instrument i partisë. Pra ishte ishte varur, po ishte varur. Madje më mend i kam arrit disa nga ato gazetat atëre. Pra i mat merrte gazetën Bashkimi ose gazetën Puna, që njëra ishte Bashkimi Profesionale quhej ajo, gazeta Puna, gazeta Bashkimi, pra ishin gazeta pak më dogmatike se Zëri i Popullit. Po, që ishte i dedikuar. Bashkimi ishte gazeta e Frontit Demokratik. Të asaj kohe, dhe ato ishin pak më liberale. Pastaj rinia e këto dilin më rrallë, pra nuk ishin gazeta kaq të shpeshta se këto, se ato ishin gazeta periodike. Pra, mbas 90-s ne filluam në vend që të kemi një media që ishte në hapet e parë, modele që ato mundohet të merresh në perëndimi, por kishim një media ndryshe, pra nuk kishim më një media siç ishte Zëri i Popullit, tashmë kishim një media që nuk varej më nga një parti. Nuk mund thuaj akoma që ishte media lirë, se prapë vareshin politikisht, gazetat e para ishin gazeta politike. Pra nuk ishin më vareshin nga një parti, pra nuk ishin krejtësisht të lira, por të pavarur nga Partia e Punës apo të pavarur nga Zëri i Popullit, se të tjerë ishin si instrumente. Dhe kjo bëri që edhe në Shqipëri, meqenëse ishte një terren i lirë, terren i virgjër, pra problematika ishte modeli që do të zgjidhej. Unë kam pasur ëndër që kur kam qenë në fillore, së pari kam patur të jem gazetar sportiv, komentator sportiv, pastaj gazetar sportiv, por meqenëse në atë kohë ditën e martë ne bënim një rubrik kur shkonim në shkollë dhe ajo bëj, mos gaboj që nga klasa e 5 dhe mrapa dhe në gjimnas, pra çdo të martë shkonim një gjysmë ore para orari mësimit, po. Sepse bëj një rubrik që informacion politik. Pra, ti duhet të shënoje në fletore dhe diskutoje në klasë bashkë me mësuesin kujdestar ngjarjet më të rëndësishme ndërkombëtare që kishin ndodhur. Zakonisht në atë kohë gazetat ishin me 4 faqe. Dhe te faqja e 4 ishin lajmet nga bota, që edhe ato ishin kryesisht lajme të përzgjedhura, dogmatike. Tash Bashkimi ishte më liberal. Mbrapa i kam gjetur se kam qenë kurioz dhe ata kush e bënin faqen e Bashkimit në fakt, se aty kishte lajme më shumë nga bota. Dhe mua më pëlqente shumë ajo gjë, domethënë lexoja çfarë ndodhte në planet, cili ishin ngjarjet kryesore politike, se politike futeshin kryesisht, dhe sportive që ishin që nuk përbënin ndonjë problem për
regjimin, po e shikoja që më pëlqente. I madh në atë kohë dëgjonte shumë radio të huaja. Sa vinte nga puna dhe merrte atë radio Iliria që në atë kohë dhe kishte mësuar oraret, fillonte mos gaboj diku nga ora 17:30 fillonte radio Podgorica ose radio Titogradi, quhen atë kohë në gjuhën shqipe, që një rubrikë ta gjysmore. Pastaj ishte radio Sofia, pastaj ishte radio Moska dhe i ndiqte edhe Zëri i Amerikës. Dhe vetëm fakti që i ndiqte ai më bëri kurioz, domethënë. Po. Dhe fillova t'i ndjek dhe unë. Kur e vuri re ai që më po bëja këtë gjë, më thonë mos dele flet për jashtë, tha se çfarë dëgjon këtu, sepse nuk është lejuar. Në atë kohë patën dhe ngjarjen, sidomos pati zhvillime në Kosovë, ishin grevat e minierëve të Starit Tërgut në Mitrovic, zhvillime politike në Kosovë dhe si themon edhe vetë regjimi në atë kohë i jepte një vëmendje në edicionin e lajmeve zhvillimeve në Kosovë, sepse i shërbejnë edhe për propagandën e brendshme që bënte. Kështu që këto kanë qenë disa element në atë kohë që ndikuan tek unë që jo thjesht më krijoi si ëndër, po si të them më kthej në një objektiv që duhet të arrija me patjetër. Me fillimet e medias shqiptare, thash fillimet nuk është se ishin të lehta, kanë qenë vështira, se thash është modeli që do zgjidhej, po qeveria e parë demokratike që erdhi në 92-shin rezultoi që nuk ishte aq demokratike sa ne mendonim. Pra llogarit televizioni i parë jo publik, në atë kohë ishte RTS apo që vari direkt nga qeveria, madje nga presidenti, ishte Shijaku që po ashtu ishte një mbështetës i aty. Shijak TV ka filluar në 96 televizioni i parë privat. Po, e mbaj mend dhe unë. Dhe nuk ishte televizion të tjerë. Pra, o ishte RTS-ja, o ishte Shijaku dhe Shijaku kishte një rrezik shumë të ngushtë të transmetimit. Ndërkohë gazetat e tjera duke parë fuqinë që kishte shtypi i shkruar ishte shumë e rëndësishme atë kohë dhe revistat. Atëherë çfarë bëri qeveria e djathtë dhe presidenti kërkuan mediat e veta që të balanconin mediat e tjera të pavarur që mbanin krahun e opozitës. Ato nuk është se mbanin shumë krahun e opozitës, por nga që ato nuk ishin unison me atë që thoshte qeveria, dukej sikur ato ishin problematike. Pra, për të balancuar koha jonë apo gazeta shqiptare, e cila ishte një rithemelim i gazetës që ka qenë që në kohën e mbretërisë. Pra gazeta shqiptare ka qenë në Shqipëri shumë herë, dhe grupi mediatik që ka patur në kohën se ka qenë deri në kohën e fashizmit. Në Pulja e rihapi në Shqipëri dhe solli një frymë tjetër e dallon nga gazeta tjera, se kishte modelin e Corriere della Sera, Gazeta del Mezzogiorno, sepse ishte filiali i La Gazzetta del Mezzogiorno. Dhe ata sollën një model tjetër të bërit të gazetë, edhe pse gazetarët ishin shqiptar, nga Italia erdhi më mend atëre Carlo Bolino, dhe ata krijuan një sistem, po mundoheshin të krijojnë një sistem tjetër në Shqipëri, sepse gjetën thashë edhe terrenin e lirë. E lirë, pra, fusha e veprimit tyre. Dhe kështu nisi, unë nuk futa në fillim tek domethënë duke mos hyrë për gazetari, ka qenë viti i parë që është hapur si deg. Edhe mos gaboj konkuronim diku te 400 veta, pra ishin shumë që e dëshironin atë si deg, dhe kur kam shkuar tek dekani në atë kohë, më tha po ti nuk gjete një certifikat tha nga Puka, se më kisha certifikatën skrapare atë kohë ishi damkosur si jo thjesht zonë majt, po enverist, se ku ti unë duhet të kishe gjetur thani, edhe pse unë në fakt vjen një familje që s'kisha bindje fare të majtë. Kryqen që pa e fare. Dhe kjo sigurisht më dekurajoi, po nuk më demotivoi. Kështu që meqenëse më lan të hyja nga dera, atëherë vendosa të hyja nga Oxhaku. Dhe vazhdova rrugën tjetër, pra mora një fakultet, edhe pse më ofruan atë kohë fakulteti juridik, nuk kisha qef. Me merrnin persekutuarin atë kohë. Dhe mua ofrua dhe nuk edhe s'kisha qef, po dhe besoj gjeje veten më shumë tek pjesa e Ligjë s'kisha në plan të qëndroje një, sepse po shikoja nivelin e padrejtisë. Kur je më i ri, domethënë nuk është se ti pajtohesh me kollaj me padrejtitë që ndodhin kur ishe. Po, ke atë ndjenjën e revoltës shumë herë më të madhe. Derisa të rilargoshëm, kisha qenë 3 vjet në emigracion, atëherë vendosa thash po bëj fakultet, se duhet bëj një fakultet. Dhe shkova një më parafër atyre që unë mendoja që edhe më të lehtë, po e perifrazoj në këtë formë. Dhe fillova të bashkëpunoj kryesisht me Redon, kam filluar në fillim, pastaj kam ardhur në Tiranë dhe kam filluar te Sport Express. Kisha
Gazeta Koha Jon ishte më e madhe në atë kohë dhe kishte gazetën sportive më të madhe. Ishte Sporting Express. Dhe kam filluar tek Sport Expressi. Bëhem më shumë dhe sot, po nëse më lë të zgjedh, domethënë punën që bëj më me qejf është gazeteria sportive. Kam, domethënë, si them, hyn tek ato pjesa e dhuntisë. Në tribunat e stadiumeve atëre vinin të personazhe sa kish filluar të dilnin këta të fortët, quheshin atko akoma të fortët. Dhe ata kishin qejf të rinin në tribunën, në VIP, aty rritet deputeti, aty rritet kryetari i bashkisë, pra. Dhe duke i parë në tribunë interesosha kush është ky dhe fillova të njihja. Dhe kur bisedoj me gazetarët atëre quaj jo kronike, pasta se në vetvete kronika ne japim një kështu definicion gabuar shqip. Kronik ka dhe kronik kulturore, ka kronik politike. Pra termi fiks në shqip është aktualitet. Ajo që quhet kronikë e zezë është aktualitet. Çfarë ndodh? Sepse kronika gjithandaj. Dhe duke biseduar me ta, ata e panë që kisha shumë kështu njohuri ndaj këtyre personazheve. Dhe më thanë, pse nuk vjen tek ne? Dhe shkuron tek rubrika aktualitetin. Ishte viti 96, në fund 96-s filluan probleme me firma perandale, fillimi i 97-s ishin trazirat dhe tek trazirat pastaj nuk ishte më njeri kohë të merrej me sportin, më kaluan pra mu hap dera më shumë dhe kishte nevojë për të futur tek kjo rubrika aktualitetit dhe unë atko me qenë se vija nga provinca e dija shumë mirë që miq nuk kisha, njeri nuk kisha të më mbështese nga mbrapa, nuk është se kisha ndonjë bindje politike që tisha me X apo me Y forcë politike. Dhe për të mbijetuar, vendosa që të bëj një gjë që se bënin tjerët. Pra të shkoja ku nuk shkonte njeri. Ku kishte probleme atko, ishte Vlora, ishte Berati, pastaj filloi Tropoja, pra ku ishte më vështirë që shkonte njeri, thoshën po do shkojon. Dhe pa i ditur fare se çam priste atje. Thjesht kisha pasionin që du ta bëj këtë punë dhe kisha dhe dëshirën për të mbijetuar dhe për t'ia dalë për të qenë i pari. Pra e kam pasur gjithmonë idenë që fut brenda, thash, kuriozitetin e kam pasur unë dhe sot gjithmonë sa shoh një edhe kur kam vajtur Cape Town që bashkohen dy oqeane dhe për Atlantiku me Indianin dhe s'ka më tokë më poshtë, unë prapë kisha bindje ndiku atje thellë në horizont Groenlanda që është akull, po prapë më them duhet të ketë diçka, duket. E kam këto kuriozitetin, është një gjë që më ka mbajtur gjithkohës dhe më ka bërë që të kaloj disa gjëra që në situatë normale nuk do t'i bëja. Pra kur kam qelluar në vend ngjarje, ku qelluar me armë dhe gjë e parë që bën njëri kur dëgjon të shton armë, ka pas shkëmbim zjarri, janë vrarë njerëz. Gjë e parë shtret në tokë dhe gjë e dytë mundohet të largohet nga vendi i ngjarjes. Unë gjë e parë jam shtrit në tokë dhe gjë e dytë kam ecur në drejtim për të parë kush është ai vrari, kush po qellon. Pra kisha një lloj kurioziteti tjetër që nuk e bëj as me vetdije. Pra si them ishte instinkt më tepër se sa ishte vetdije. Pra instinkti më rrëmbente dhe më çote përpara në vend që në situatë normale doja fusja vrapit do ikën krahun tjetër, se ti mund dalësh gjë që e fitova më vonë me eksperiencën. Për shembull, kur ndodhi 1 janari, unë do të isha poshtë. Po në fakt nuk isha hipur atë sipër, po të isha poshtë do i kisha parë. Se kush i bëri vrasjet, por intuita prapë do më çonte që vrasja ka për garde, se kur shqetësohet nga turma, se s'ka policë të vrarë, s'ka as gardist. Atëherë detyrimisht kush ka qelluar. Por duke hipur atë sipër, përpara, duke vendosur vendin që kontrolloja gjithë pjesën, se u shkova 2 orë para. Protestë, paraprakisht nuk kishte një informacion që do ketë Trazira, po. Trazira, do ketë dhunë. Pra do ketë përplasje, situata ishte shumë e ngarkuar. Por nuk e dija që të shkonte deri në atë situatë, në vrasje, nuk e mendoj që në një vend vogël si Shqipëria, në një protestë, çfarë do lloj protesti ti ajo? Shteti vrasin njerëz. Pra bulevardi Dëshmorët e Kombit mban emrin Dëshmorët e Kombit, që nga koha sepse e ka ngritur, pra punimi ka filluar në kohën e mbretërisë, pa e ka ngritur italianët. Pra nuk ka dëshmor, nuk është vrasë kush aty. Pra, për të thënë të pjesën që unë për të futur tek media dhe për të vazhduar ndërtime mu desh të ndjek këtë rrugë. Pra, e kisha të qartë që unë po vi nga provinca, nuk kam njeri nga mrapa, dhe unë duhet luftoj fort për të mbjetuar dhe për të dalë në krye. Dhe zgjodha këtë rrugë. Nuk isha modele fikse në atko. Kjo më shërbeu për një gjë, për modelin. Çfarë modeli do zgjidhja? Pra unë mundohesha si themu të merja paka shumë nga dita, por zgjodha këtë model në kuptimin që
unë vendosa të bëj gazetari burimore. Gazetaria burimore është gazetaria që e çon gazetarin apo raporterin vazhdimisht e vendin ngjarjes, vazhdimisht bën të kundërtën e asaj që thon institucione. Pra, unë me qenë se thash nuk kisha mbështetje dhe përkraje dhe kisha të vështirë të merrja dokumenta dhe informacione brenda sistemit, atëherë bëra të kundërtën. Nëse dëgjoja që ka ndodhur një ngjarje në X vend dhe s'është kapur filani, mundoja të bëja të shkoja ta gjeja kush është ai personi dhe të zbuloja si është e vërteta. A është kjo, duke ditur gjithmonë që ai që gënjen dhe ai që mundohet të manipulojë gjithmonë është shteti. Shteti mundohet, politika mundohet të manipulojë. Kështu që më mirë shko atje në rrugë, më mirë shko atje në një zonë të thellë, për ta prekur vetë nga afër. Për një zonë lufte për ta parë, ora vetëm të qenit aty ti krijon një ndjesi. Pra vetëm ti jesh aty, mbaj mend një këshill, ja jep një këtyre kolegëve të rinj që vinin mbrapa dhe unë gjithmonë nuk ka pasur zyrë, kam dhënë në as kam pasur edhe në një pozicion drejtues, sepse nuk e para nuk e kam patur mend me bë atë, dhe e dyta edhe po të më afroni nuk e bëja dot, se kam problem presionin, edhe të më marrin nga lart dhe të më orientojnë se çfarë të bëj. Unë mund të bëj gjëra më të rrezikshme, por nuk pranoj ta bëj me urdhër. Do ta bëj sepse kështu e mendoj. Kjo ka interes për publikun për ta bërë, le ta ketë rrezikun sa të doj, me kalimin e kohës kjo më kthy në një adrenalin pastaj rreziku. Sepse nëse nuk kisha rrezik nuk më shijonte. Më duke një gjikoti, dhe çfarë këshille i jep më? Mbaj mend, kam qenë redaksi dhe morë makinën, ndodhi ngjarje në Tiranë dhe ajo sa doli nga redaksia, ishte kolege e jona, dhe po mbulonte aktualitete. Pra kjo që mbulonte ngjarjet e krimit dhe policinë. Dhe sa hipën makinën, përfitova nga rasti, do shkoja në shtëpi me atë rast, sepse televizioni ishte në 24, televizioni ishte larg, ishte në Shkos. Kështu që ishte më larg se të vish në Elbasan, domethënë, edhe sa hipën makinën, makina s'kishte bërë as 50-60 metra. Ata e marrin nga redaksia dhe i thonë, duam një lidhje direkte të na thosh çka ka ndodhur. Kush është vrarë, si kishte ndodhur vrasja, si e kanë vrarë. Nga ajo ishte edhe gazetare e re. Dhe i them, dëgjoj, do fikësh telefonin. Jo më thëmë asme, do fikësh telefonin. Sepse, to që po të marrin në redaksia, as ja kanë haberin fare. Se çfarë detyre ke ti. Së dyti, moderatorja, e cila do të ta mbajë reporterin në lidhje sa më gjatë të mundur, i kërkon në pafundësisht detaje. Ndërkohë, në momentin e parë që ka ndodhur ngjarja, as policia vetë nuk e di saktësisht se çfarë ka ndodhur. Dhe nëse s'ka ndonjë dokument identifikimi i personi, as policia vetë nuk e di se kush është i vrarë, jo kush është autori. Dhe ca më tepër ta di motivin pse është vrarë. Dhe në këto kushte i thash, gotë se edhe unë kam qenë pozicionin tënd, po e kam mësuar eksperiencës. Ti do fikësh telefonin, do shkosh te vendi i ngjarjes, së pari do shikosh ku ka ndodhur ngjarja dhe fikso rreth rrotull. Pra përshkruaj që të kesh mundësi ta mbash, të zbatosh për atë që duan ata, ta mbash sa më gjatë linjën direkte, ti vetëm përshkruaj, se s'ke informacion dhe s'ke as ku ta marrësh. Pra në momentin e parë, edhe vetë policia është e paqartë. Pra që të mbash vëmendjen e publikut derisa të fillojnë të vinë të dhënat se me kë kemi të bëjmë. Edhe në rastin konkret, është eksperjenca ajo që të çonte kjo pjesa tjetër. Megjithatë, ta bëra gjithë ekspoze për të thënë që pse erdha te ky zhanri gazetarisë dhe pse deri në atë kohë nuk kisha model, sepse ne nuk kishim modele. Dhe duke dashur që të mbijetoj, atëherë ndoqja këtë lloj gazetarie, të cilën vazhdoj ta bëj edhe sot, të quhet gazetari burimore, e cila më ka vënë shumë herë në siklet, shumë herë në probleme, edhe në momentin që jam poshtë në problem, sepse të bën të marrësh informacion të dorës parë. Dhe me që jemi këtu, unë dua të bëj një pyetje. Në gjithë të ekspozen që sapo na the, ti ke filluar gazetarin kur bandat njiheshin më shumë për kodin e fjalës apo sjelljet e forta. Ndërkohë sot bandat njihen për sasinë e tonelatave të eurove dhe lekëve. Si ka ndryshuar bota e krimit në këto 30 vite? Kur më duhet të flas me kolegë të huaj kryesisht, rrallë mund ndodh që të vinte një grup i huaj xhirimit për bërë një histori hetimore në Shqipëri dhe të mos më kontaktoj. Sepse është zhanri i tillë, është fusha dhe unë kur mendoj nga e kam nisur, pra ka dokumentar për punën time, për jetën time që fillojnë që nga NHK-ja, është televizioni publik japonez, është televizioni i dytë më i fuqishëm në botë për fuqinë
monetare financiare, duke rritë kryetari i bordit atje, sa diun është guvernatori i bankës japoneze, dhe deri në televizion amerikane dhe kanadeze, në Europë edhe në Azi më ka ndodhur, pra duket e çuditshme, dhe mua më duket dhe pa besueshme që ka ndodhur kjo gjë, por me sa duket puna që unë kam bërë, ka bërë që në t'jem kaq shumë i mediatizuar. Dhe nuk është se jam në një poliglot që flas gjuhë e huaja rrjetë, sepse e kam formëzuar në mendjen time që unë do t'i shërbej këtij tregut këtu. Nuk jam nisur për të shkuar diku. Në fillimet e mia i kisha qef kontakt me ta se doja të shikoja si funksiononin, si bën. E kisha parë ndarë të CNN-in dhe kisha në Kux. Pra dhe patjetër që ai si të mund të josh për ta parë. Pastaj me kalimin e kohës fillova të mësoj që ata nuk ishin UFO, s'bënin asgjë më shumë se ç'bënim ne. Por ai kishte ca norma etike, ca norma personale që ato e bënin dallimin. Plus që ai kishte punuar kaq shumë sa kishte kapur atë pozicion. Gjë që ndodh dhe këtu se shkollaj që të kapësh pozicion. Pra, duke sa herë ta më pyesën, unë i them, unë kam zhvilluar profesionin tim dhe jam rritur së bashku me atë që sot quhet krimi organizuar shqiptar. Pra, termi mafia është term gazetaresk, nuk është termi juridik. Termi juridik, që është i barabartshëm me mafian, është organizata kriminale. Ky është niveli më i lartë i krimit organizuar, organizata kriminale. Pra, mafia vetë është term që e përdorim ne në media, nuk është term juridik. Dhe për fatin tim të mirë apo të keq, më ka qelluar që unë të rritem me evolimin e kriminalitetit shqiptar. Pra, ne erdhëm mbas, domethënë deri në 90-ën, që kishim një shtet që kontrollonte çdo gjë, që kishte informatorë në çdo gjë. Pra ishte një shtet që luante me parandalimin. Madje ishte kaq i fuqishëm sa dhe kur zndodhte gjë i sajonte vetë sa gjëra për treguar që po punon. Dhe mjafton të shikoni edhe filmat e kinostudios, të gjitha janë brillant për këto batutat që përdoren, ku diun, hetime që s'bën sot ato hetime. Për shembull, ku diun, filmimi është një film, mos harroj, asgjë nuk harrohet, dhe aty përdorin video. Dhe gjatë filmit ne shikojmë që hetuesi dhe prokurori regjistrojnë me video, kanë filmuar, se bëjnë sot ata. Dhe edhe sot deklarime jam më larg se dieshëm, prap. Se jam bërë si jurist tani, dhe jam çdo javë tani. Jam jurist nga halli, domethënë, por deklarimet nuk regjistrohen, mbahen me dorë. Pra nuk të regjistron as audio, as video. Kush ata e nxjerrin në film para 90-s. Ishte pjesë e sistemit e propagandës. Pra, kriminaliteti shqiptar filloi mbas 90-s. Sigurisht që në fillim ishin këta që ne i quajtëm të fortë. 97 dha një dorë tjetër, që mos ha shumë kohë të sqarimi i kësaj, sepse i dha armat tim pafund. Rrëzoi gjithë imazhin, ndikimin, reputacionin që kishte shteti, pra s'kishim shtet. Dhe ato që ne i quajtëm banda lidhen kryesisht nga 97-a dhe mbrapa. Para 97-s ne kishim fillimisht filloi me kontrabandën, pastaj mas kontrabandës, sikur sheh filmin Narcos të Escobarit, se edhe ai kështu e ka nisur një gjë më të vogla. Nga kontrabanda fillon te kalimi trafiku i qenie njerëzore, pra emigrantëve, ne kemi ikur pafund. Pastaj filloi trafiku me gomonave, pastaj filloi prostitucioni, më mbrapa u fut trafikimi i lëndëve narkotike dhe kultivimi në Shqipëri, sepse kanabis është kultivuar në 94-95, kam parë për fshatra, në fshatra në qytet, vinin perde në balkon ose çarçaf që të mbulonin kanabisin që kishin mbjellë vazo lulesh, sepse edhe nuk i dinin, me thënë drejt. 97-a i armatosi. Dhe aty u krijon bandat, të cilat morën në dorë qytetet, lagjet, fshatrat e Shqipërisë, akset nacionale. Ata që kontrollin një territor më të madh, u bën më të fuqishëm. Politikës në atë kohë, opozitës që të vinin pushtet interesonte dhe i quajti Komitetet të Shpëtimit Publik, në fakt ato ishin krahë armatosur i opozitës së saj kohe. Qeveria nga krau tjetër, meqense i ra mundësia dhe i ra fuqia për t'i goditur ushtarakisht, vendosi dhe ajo të kundërpërgjigjej duke krijuar dhe ajo guerrilet e veta apo bandat e veta. Prandaj në çdo qytet gjithmonë janë 2 banda, nuk është një. Në ka qytet me një bandë. Nëse është një, është dhe e dyta. Pra, sepse nëse janë 2, s'ka nevojë për banda qyteti. Prandaj gjithmonë janë 2 banda. Dhe
Në 97 e mbrapa pati këtë historinë e bandave që dolën në rrugë, që bën ato krimet ordinere. Sot jemi në një realitet tjetër. Më duket e pabesueshme, duke patur parasysh edhe çfarë kam lexuar, çfarë kam parë, dhe çfarë kam vizituar, për shkak të punës kam qenë në vende që se kam menduar ndonjëherë, si kisha menduar ndonjëherë që Që të shkoje, po. Po të isha në Kolumbinë, Ekuador, Panama, ku diu ca vende te në Azia që nuk më zhdash ndonjëherë, as i kisha menduar. Dhe një gjë që kisha parë në film ta shikoja në realitet atje. Ti je në Medellin, ti je në Poblado të Guanay në Escobari, apo të shkosh tek La Catedrali Burgu që ndërtoi vet, apo të shkosh te Vareza, apo të shkosh në Rio Negro nga ka lindur ai. Pra janë gjëra që si ke menduar, po se vet puna që mbrapa. Dhe çfarë ndodhi? Vite pyetja jote. Dhe ta sugjeroj këtë që ta kesh në vimësi. Sot në Shqipëri nuk ka banda. Banda ka qenë një term, e juridikisht banda armatosur, nuk ekziston më. Ne sot kemi grup i strukturuar kriminal që ka zëvendësuar bandën, dhe organizata kriminale, të thash, është niveli më i lartë i krimit organizuar. Pra, pse nuk janë më banda? Bandat kishin një karakter shumë lokal, një aktivitet shumë të kufizuar. Bënin ca grabitje aty, bënin një vrasje aty, kaq ishte niveli i tyre. Nuk po shkojmë larg, po merrem vetëm Elbasanin. Pra Elbasani u bë një nga zonat atëherë edhe për shkak të pozicionit që ka Elbasani, si arteri shumë e rëndësishme, që kryqëzohen gjitha rrugët. Nëse lviz nga lindja në perëndim, je i detyruar pra të jesh këtu, afërsia që ka me kryeqytetin, dhe nëse do të merrë krahasim për një grupi apo një bande që ka pas Elbasanin atë kohë me grupet që janë sot, nuk ka të krahasuash nata me ditën. Pra si të krahasosh një telefon nga ata që kanë qenë me maniveli, themun me iPhone 16 ka dalë, me iPhone 16. Ata të sotme janë iPhone 16. Ata të asaj kohë ishin ato telefonat me manivel, që ti do merr centralin dhe i thoj më lidh me filanin. Pra kaq e madh është dallimi. Pra sot nuk ka më banda. Termi band na ka ngelur si jargon. Po. Pra, për fatin tonë të keq, do them sinqerisht keq, krimi ka evoluar kaq shumë sa brenda 2 dekadash e nxori fjalën band, e nxori të papërshtatshme. Sepse nuk e përshkruan saktësisht nivelin apo statusin që ata gëzojnë. Dhe thash, fatkeqësia ime në çdo kohë ka qenë që më një dëshmitari, jam rritur bashkë me ta, i kam njohur në rrugë, që kur ata kanë qenë grabitës ordinerë të parancishëm. Dhe sot më duhet t'i gjej në vendet 2 oqeane larg atje, duke dirigjuar një industri kriminale që shtrihet në 3 kontinente. Organizata sot që kanë buxhet më të madh se Ministria e Brendshme e Shqipërisë. Një nivel kriminaliteti që synon sot të shkrihet në shoqëri, të mbajë në kontroll, jo thjesht territorin, por të mbajë në kontroll politikën e zonës ku operon, të mbajë në kontroll ekonominë e zonës ku operon, të ndikojmë në shoqërinë e zonës ku ata operojnë. Pra, metodat që përdoren janë shumë të sofistikuara, sepse vetvetiu i ka bërë më të zgjuar ajo aktiviteti që bëjnë. Më vjen prap plasja në kur kujtoj që mes tyre ka njerëz shumë të talentuar. Ka një talent ose një instinkt vrastar. Janë të, si themun, po ta përdornin këtë talent që kanë për gjëra të mira, nuk e dihet çfarë mund të kishin bërë. Dhe ka shumë të rinj shqiptar që instiktin që kanë, dhuntin që kanë, ne nuk jemi një, si themon, një racë e cila ne jemi shumë të shkallë, ne jemi si vikingët, ne jemi eksplorator, ne jemi si kameleoni, marrim ngjyrën e ambientit ku shkojmë. Jetojmë kudo që na hedhë. Shqiptarët jetojnë dhe në Shkretir dhe në Groenland apo në Antarktidë. Pra, po ti çosh ne ja dalim në Alaskë. Po të vesh ati ke pranimi të përshtatshëm me ambientin, me territorin, me shkrimi. Jemi shumë pak për të qenë kaq të njohur në botë. Pra që të bëjë Hollywoodi kaq shumë filma dhe duke i stigmatizuar shqiptarët. Jemi popull, jemi një pikë ujë në qafë. Jemi më i vogël se një qytet kolumbian, qytet mesatar i Kolumbisë, apo se jemi 2 herë më të vjegjë se Guayaquili, që është porti më i madh sot i dalive të kokainës në Amerikën Latine në Ekuador. Pra, jemi bërë kaq të zëshëm në një fushë
që më përpara nuk është e kemi eksploruar. Sepse problemi me kriminalitetin për qytetarët është krimi rrugës. Krimi organizuar nuk e shohin ata. Krimi i organizuar është problem për shtetin, jo thjesht për qytetarë. Qytetari nuk e shef. Dhe sot, po them, prandaj më duket e pabesueshme dhe është një problematikë shumë e madhe për vendin, që kemi të bëjmë me një natyrë që as e kemi menduar ndonjëherë. Sot në ky vend ka organizata kriminale që kanë vetëm origjinën nga Shqipëria dhe flasin shqip. S'kan asnjë lidhje me Shqipërinë. Operojnë në tregje globale, të hapura, operacione me qindra miliona euro, lëvizin tonelata të kokainës në tregje më të pasura që ka planeti sot, duke filluar nga Australia, edhe duke mbarë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ata thjesht vinë nga Shqipëria. Kaq. Pjesa tjetër e atyre që njohim ne njohim ta që operojnë brenda dhe organet tona nuk hetojnë dot jashtë, hetojnë këto brenda vendit. Këta që si themun bëjnë zhurmë këtu, lënë gjurmë këtu, kurse këta që të përshkrova që janë jashtë, janë kryesisht ata që unë e përdor si batut. Them mi fort ishte ai që si përmendet emri. Dhe nuk i përmendet emri jo se ke frikë. Por sepse ai është kaq i sofistikuar, sa ende nuk ka rënë në gjurmë, nuk ka bërë gabimin që ti do t'i sulesh nga mrapa ose ti do ta identifikosh. Dhe nuk është një person. Se gjithmonë pyesin kush është ky dhe e lidhi me persona konkret. Në botën e krimit nuk ka njëri që qëndron gjatë. Po erdhe tek njëshi, erdhi fundi. Dyshi gjithmonë është në luftë për të ardhur tek njëshi, edhe e di shumë mirë që po u bë njëshi, pastaj do ta humbi. Njëshi është fundi jot, aty mbaron historia. Ti vetëm ke në dorë të zgjedhësh si do të dalësh nga ti, pra ke bërë historinë tënde, ka ardhur nga rruga, ke dalë atje në maj, dhe ti vendos si do të dalësh nga historia. Ka një batutë që thotë që kriminalet nuk dalin pension. Pra nuk kanë pension. Por koha evolon. Ka ndodhur thash ne siç kemi median e re, edhe më thash për fat keq më është dashur të bëj këtë pjesën tjetër, se kam menduar që do të ishte kështu, por sot thash më të jem në gjithë media botërore për shkak edhe të këtij. Unë dhe kam përfituar nga ata, nga nami i tyre. Se dashur kam përfituar edhe unë, se sot ne fajsojmë që i kemi bërë ne ata të zëshëm. Grupet e Tiranës në fundin e viteve 90, fillimin e vitit 2000, mundonin që të kishin të dashur atyre kush ishin prezantueset më të bukura, balerina më të bukura, çat qarkullonin aktorë, dhe po të shikosh, çdo një nga ata ka një personazh të tillë. Një personazh mbrapa, po. Trofeu i asaj që bën dhe reputacionin ai e merr kur ka dhe një të dashur, pra është status. Është si puna e tyre, po të më pyesësh më s'kam patent. E shoj njëri tjetrin nga makina që mban. Dhe kur i pyesur pse do gjithë makinë mes Tiranës, 200.000 euro. Çfarë do ti? Si ti jesh me smart, si ti jesh me atë makinë lloj. Po s'merr vesh ti, thot ai, sepse kjo tregon statusin. Dhe ata sa më të famshme vajzën që kishin në krah, aq më i lartë ishte statusi i tij. Pra, ishte statusi që i bënte, se duhet ta kuptosh. Se njerëzit i shohin ata vetëm me një pigment. Edhe kjo ndodh në mendsinë e njerëzve. Kjo gjë ndodhi deri diku nga 2010. Pra ata kishin qejf të dilnin, dhe jo vetëm dilnin, po të flitej mirë. Se nëse përdorja, unë kam mësuar dhe nga kjo gjë që ti mund të thosh atyre gjëra që ata i kanë bërë, që ata s'don të dalin, ata do nxjerrin, do të kërcënojnë, do të bëjnë, por prap ti ke mundësi që ti shpëtosh atë. Por nëse ti tallesh, ironizon, po, domethënë u prish reputacionin e tyre, aty ata janë shumë të ndjeshëm. Tani deri në atë kohë ishte kjo gjë. Nga 2010 e mbrapa e kuptuan që ekspozimi në media të çonte te ekspozimi ndaj agjensive zbatimit ligjit dhe ekspozimi ndaj politikës. Dhe kjo kthej në kërcënim. Dhe nga aty e mbrapa të kujdesen që të mos dalin më në media. Midis mundësisht të nxjerrësh kundërshtarin. Pra duan që të jenë të pa zhurmshëm, me një profil të ulët, po. Të fluturojnë ullët, të mos merren vesh. Edhe pse nuk i shpëton dot saj, se prap kanë qef të kenë ato bukuroshe dhe ato do dalin në Instagram, se nuk vjen kot në Dubai, mos bëj foto në Instagram. Ose po i dhej makinë bukur, do dalë, se fshet dot. Sepse në kërkim nuk është vajza që ka ardhur, je ti. Dhe ti e di se ç'është kërkimi. Kurse ky tjetër është njëri i lirë, edhe nuk e di se si ta bën dëmin. Prandaj po çikosh një pjesë e mirë e këtyre personazheve kur goditën, rezulton që pikat e dobta kanë të dashurat e tyre, dhe ato i çojnë drejt fundit, sepse ato janë të pakujdesshme. Pra ata mundohen të ruajnë familjet. Gjëja numër 1 e një bosi të krimit sot,
kujdesi ndaj familjes. Kjo është ndodh gjithë botën, vetëm tek ne. Ne kemi një ndryshim nga organizata mafioze italiane apo serbe që po ashtu e atakojnë grupe shumë fuqishme. Ne kemi një gjë që ne nuk bëhemi dot të mëdhenj, sepse nuk bim dakord kush do të drejtojë, kush është komandanti. Duhet të jetë gjithmonë i pari. Së dyti ne i kemi kryesisht grupet ose organizatat që kanë filluar të krijohen në vitet e fundit, i kemi kryesisht mbi bazë fisnore, pra lidhje gjaku, sepse ne duam të dim po na e bëri gabimin ku të hakmerremi, lidhje shoqërore, mundësisht janë rritur bashkë shok nga fëminia, pra që kanë shumë interesa me njëri tjetrin. Këto janë dy mënyrat se si krijohen grupet tona dhe prandaj ato nuk zgjerohen dot, nuk bëhen dot të mëdha, se s'bin dakord se kush do drejtojë. Dhe prandaj kjo është një e keqe, është e mirë për ne, por e keqe për ata, që ata nuk krijojnë dot struktura si Ndragheta apo si Camorra në Itali, apo kartele si në Kolumbi, por nga ana tjetër është një avantazh i tyre, se duke mos patur kokë, ne nuk ja zgjesojmë dot. Pra, nëse ti në Londër godet një grup nga Elbasani, në atë zonë të Londrës, mas një muaj ka ardhur një grup nga Shkodra ose nga Fieri. Dhe ti duhet ta zgjesosh gjithë shqiptarët, mundësisht që të shpëtosh aty nga ata. Gjë që nuk ndodh. Dhe kjo është dhe avantazhi, thash, duke mos patur kokë ti nuk na zgjeson dot, dem si amebat. Sa e prej ti ai fillon të zgjatet prap. Pra kjo është një aftësi që ata e kanë përfituar ose e kanë fituar nga eksperjenca, nga mënyra se si kanë funksionuar. Por në kohën kur ata kanë dashur të zgjerohen, të modernizohen, pra të marrin mercenar, i kanë ofruar fundin vetes, sepse mercenarët të shesin, janë këta që tani quhen dëshmitarët e drejtësisë, ta që tregojnë që më ka pagu filanin, ka pagu filanin. Totorina, bosi i Cosa Nostrës, thoshte nëse do ta bësh një punë, bëje mirë, bëje vetë. Në momentin që këta i bënin vetë, ato që i bënin, dukeshin si më me parime, atë që pyeteti pak më parë. Në momentin që këta futën mercenarët nuk kanë ndërgjegje. Mercenari ka ardhur vetëm për paratë aty. Kurse kur këta e bënin vetë, kishte edhe motivimin mbrapa pse e bënin. Dhe këto lloj mercenarësh që u krijuan në Shqipëri ishin mercenarë jo thjesht pa ndërgjegje, po ishin më tepër kafshëror se sa njerëzor. Shiko, ka patur një vrasje me pagesë këtu erdhi nga Greqia, që ishte stërvitur, kishte bashkëpunuar me mafian ruse, me Julian Sinani. Ai vërtet me të porosi. Pra ai quhej ujë i vetmuar, vepronte i vetëm. Por ai mbasi me të porosin për të ekzekutuar Artanin, ai pyeste, kush është Artani? Çfarë profesion Artani dhe pse Hyseni do ta vrasë Artanin? Dhe nëse i rezultonte që motivi që ky kishte për ta vrarë atë, ishte motiv që nuk përkonte me parimet që kishte ai, nuk e bënte. Pra i shkonte deri në këtë element. Madje një rast është një rast në Orikum që ka vrarë, e ka pyetur si e ke emrin dhe i ka marrë dhe portofolin për të parë kartën e identitetit. Për ta identifikuar nëse është. Për t'u bindur se ai ditë që ai ishte, po për t'u bindur dhe vetë, jemi vend i vogël. Tani, unë nuk të ndërpreva se ndoshta je një nga të vetmi të ftuar të cilit realisht nuk dua ta ndërpres se dua që të flasësh se ke shumë për të folur. Mirë është të ndërpres se ti nuk mbaron domethënë. Gjithsesi, në kuadër të atyre që folëm, ti je një nga ata njerëz që nuk lëviz me makinë, sapo e them lart, edhe pse ke vite shumë në gazetari. Si të duken këta kolegët e tu që janë bërë multimilioner? Edhe a përshtatet gazetaria me parat? Shiko, një nga gazetarët e huaj që unë jam përpjekur të lexoj mbi jetën e tij, mbi aktivitetin e tij. Mbi deklarimet e tij, mbi thëniet e tij. Ka lënë një batutë, është babaja e saj quhet Gazeteria Italiana, e ka pas ardhur në Shqipëri në kohën e fashizmit. Dhe ai ka thënë që nëse takoni një gazetar të pasur mos e zini pesën. Ky është një profesion që të bën të famshëm, edhe shumë të famshëm. Është një profesion që të bën që ti të kesh vëmendjen e publikut kudo që shkon. Të kesh mbështetjen e publikut, dashamirësinë e publikut, të kesh inatin e publikut, po, të kesh urrejtjen e publikut. Pra, është një profesion që të jep të gjitha këto. Për shembull, është profesioni i vetëm që njofon, që ti një njeri i zakonshëm me duan xhepa, njeriu më të fuqishëm të vendit,
ta lesh pa gjumë. Dhe I thotë, kush është ky më valla? Ç'është ky që guxon, merret me mua dhe të më ler pa gjumë. Për shembull, kur kam parë Berish në 22 janar me buzën e qarë, pasi kishte dalë pamjet në darkë, s'ta jep mundësi tjetër. Kur kam parë Ramën që u lërinte aty. Të nesër, pasi kam nxjerr, vetëm ky profesion ta jep. Pra ata pyesin, kush është ky më? Ç'është ky qen për qeni aty nga rruga që guxon të merret me ne. Ne njerëzit e gjithë pushtetshëm. Pra që kontrollojmë çdo gjë. Kush janë këta? Sepse kur je atje sipër ti e humb dhe realitetin, e humb dhe ndjenjën se çfarë ndodh poshtë. Pra ti kujton se je një gjithë pushtetshëm, po. Unë po ta kem në dorë, kam thënë, I hipi të gjithë deputetët çdo mëngjes, me gjithë ministrat brenda dhe u bëj xhiron sharr ose në Tufin, për të thënë këtu do vini. Jeta nuk është pafund. Mendoni që një ditë do të vini këtu dhe çfarë do të jeni mbrapa. Pra, përgjithsisht në gjithë botën, tash unë kam lëvizur jo pak për shkak të punës, lëvizur shumë, dhe kam parë gazetarë të mirë paguar, të shumë paguar, jashtë, për shkak të asë pozicioni që dhe kam, por të pasur, ke qenë nga trashëgimia, po jo për profesione. Dhe unë më pyetën para disa ditësh për një bos të krimit të organizuar shqiptar dhe më thanë sa I pasur edhe është ky më I pasur, sa ishte më I njohur në mediat botërore. Thash ky nuk është. Por ky nëse I bi telefonit, mund të jep 50 milionë euro për orë. Gazetarët janë në këtë nivel. Gazetari nuk është I pasur. Por nëse ai ka besimin e publikut, nuk ke pasuri më të madhe. Unë kam provuar të jem në çdo cep planetit. Tash e kam gjetur një shqiptar, është e pamundur mos jetë një shqiptar, mos kudo është e vërtet, mos të dali përpara. Po nuk ka kënaqësi më të madhe kur ti ulesh për pi kafe dhe ai ka paguar kafe. Dhe them këtë. Mund për fat pi dhe kafe turke, se pi kafe direkt. Dhe sot reporterët mbajnë mbarrën dhe ata kanë vëmendjen e medias dhe apo sulmojnë më shumë sot nga të gjithë. Shkojnë në emisione të drejtuesve të emisioneve që janë me gjëra tregtare, janë me pallate, janë me vila. Unë shikoj moderatorë atje që del me Louis Vuitton, del me Balenciaga. Nuk ndodh kjo në botë. Është çështje etike. Ti ke një nga vendet më të varfra të Europës dhe ti s'mund t'i bësh të lloj kashilliku. Ti nuk mund të shkosh në një redaksi ku reporterët, kameramanët dhe montazhierët kanë marrë rrogën dhe ti parkon një makinë që bën 200.000 euro atje dhe ke targën e personalizuar. Dhe del pse do ai moral, dhe thoj këta reporterët apo e prishin sistemin, se këta e blen po prishin. Jo. Sa do të mundohet reporteri, nuk ka çai bën se është ky sipër. Ky e merr vendimin. Unë mund të çmendem, po nëse nuk më fton ti ku të dalëm flas. Tani ja ke parë sot janë bërë çdo gazetar ka një portal. Unë kam ja 7 vjet që e kam një web. Shumë e vërtet. Dhe e kam përdorur shumë pak. Jo vetëm çdo gazetar, po do ta theksojmë sot marr iniciativa çdo njeri që ka përpara një kompjuter dhe një telefon pretendojnë që do bëj media dhe portal. Çdo grup ka portalin e vet. Madje lexova një statistikë që në Shqipëri në kohë fushatash kryesisht shtohet numri portaleve që hapen dhe arrin gati në 1800 diçka e tillë portale që hapen. Çdo grup kriminal ka webin e vet, ka portalin e vet. Edhe ata e kanë një. Nuk do llogarit tjerët. Por flas unë vet, nuk e kam mbajtur se ka qenë problem. Unë se mbaj dot me rrogën time. Pra nuk e përballoj dot. A mund të merrja sponsorizime sa duash më jepni. Po pse si merrja sepse kisha frikë se ai që do më jepte sponsorizimin në Shqipëri. Po do të kufizonte. Nuk ta jep sponsorizimin për të bërë reklam, si çdo gjithë botën. Në Shqipëri blihet heshtja. Dikur një botus që kam punuar në fillimin e viteve 2000, ka thënë një shprehje, unë atë është bërë Gazeta Shekulli ka qenë redaksia e parë që krijoi ose media e parë që krijoi një redaksi investigative. Dhe kur ne filluam që vërtet po kishim ndikim dhe po hetonim, po zbulonim, na bëhet një mbledhje, na thotë shiko, kjo nuk do të dalë. Po pse s'do dalë? Ata duhet na blen heshtje. Jo të na blen që ne ti mbështesim, po duhet ta na blen që ne të heshtim. Dhe të na e dim për nder që ne po heshtim. Një drejtues tjetër i medias në atë kohë, I cili vazhdon të jetë sot një moderator në treg, ka një shprehje tjetër. Mbaj mend, po bënim një hetim ande nga Fieri. Në linjën Ballsh-Fier, urrëzohet treni me cisternën e naftës 3 herë në një vend.
Dhe thuaj që kanë humbur kaq litra naftë se kishin bani sasi të madhe. Në fakt në vajt atje pash treni s'kishte naftë fare, kishte me ujë. Nafta ishte vjedhur dhe deklaroi derdhur aty. Dhe kur vije në redaksi jap këtë gjë, ai redaktori i gazetës 2 minuta më tolim janë me celular si duket foli prit thamos se s'është çka kështu si çoti kjo. Dhe un pash të nesër që na erdhi një reklamë goxha e madhe nga ajo ministria që mbulonte në atë kohë. Mbas 6 muajsh më thret po i njëjti. Redaktori më thotë më si ishte ai mohabeti aty trenit që bindet në njëjtin vend? Mi thosh unë tasova. Pastaj ti thosh unë tasova reklamë ata. Mi thonë na bën nder. Nderi ka afat. Pra nderi që na bën ata kishte afatin 6 muaj. 6 muaj. Tani ka mbaruar afati. Tani duhet na bëjnë një nder tjetër ata, dhe ndryshe ne, pra këto histori të fusin te kjo linjë. Dhe prandaj ti shef lajme nga më çuditshëm. Mund ta kem lexuar me 10 herë lajmin që në fillim u plagosa, pastaj më çon në spital rënd, pastaj vdiqja, pastaj kisha 40 pra të kupton tani ku shkon po. Unë jam i trajnuar me këtë gjë, jam i rrahur me vaj me udhë për ta përballuar presionin. Po njerëzit e mi, familja ime, miqtë e mi e marrin lajmin shablon që në momentin që e lexojnë. Sepse ky ka qenë pra në ndikimi që ka pas media në shoqëri. Kjo modernizimi dhe futja e teknologjisë kaq shpejt ka prishur edhe parimet. Pra, unë vazhdoj të kem disa parime, mbas edhe që nga 8 vjetri, pjesë atyre kanë vdekur se ekzistojnë ose janë burgje. Pra mos merr kurrë me gratë dhe me fëmijët. Dhe përpiqen që me gratë, motrat, nënat, vajzat, çdo personazhi të ai, politikës kështu nuk merren. Nuk e di pse më duket që kaloj nga etika. Ndërkohë ti shef në portale që ai hyn e merr e bën e dreqe të nxjerr fise fare fise. Ajo vajza mund të ketë vlla, djalë, halle, çun teze, ore mund të vi njëri nga ata se shteti nuk reagon. Çse reagon? Do mendoj që ky pushtet që sot e ka bërë qëllimisht në këtë kohë ndodhi kjo gjë. Ka bërë qëllimisht sepse duke u baltosur gjithë, duket sikur ai nuk është aq i zi, duket mulat. Po edhe derisa na bien qaf ne aty kam qaf kot. Dhe prandaj laj. Po kjo krijon një problem shumë të madh. Pra ne sot vërtet kemi hyrë te kjo pjesa që mbyllim TikTokun, po ti mos e mbyll kot TikTokun se ti ke portalet 4 anë. Për çaj më? Shumë vërtet. Pra, gjithë këto krijojnë narrativa dhe ti vihesh në përqendër se ato janë të lidhura, po ti shkosh janë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe po ti pyesësh këto portaleve sot, që kush janë lajmet më të ndjekura? Tu janë lajmet, o janë lajmet që vijnë nga bota e krimit, o janë lajmet që vijnë nga showbiz. Pra, media duhet i kthehet misionit për të cilën është ndërtuar. Pra, nuk është. Kjo është një tematikë shumë e gjerë, pastaj se futemi në ca labirinte që na duhet. A do ti të marrësh shkëlqimet? Kap mja 2 nga këto ti fus brenda një bos me një nga këto të showbizit, ta bëj bash ti fus brenda edhe në një kafshë tegër, në një tigër ose në një luan. Po, edhe ja ku vë lajmin. E nxora një herë një lajm të tillë, pra që X boss i krimit mban Luan, dhe emrin e Luanit. Edhe nuk ngeli vajzën ato të showbizit, i zhdukën foto në Instagrami se gjithë thoshin nga gjetë Luani aty. Kupton se dije kush kishte foto me Luan? Pas kishte qenë te ky boss i krimit. Dhe u zhdukën fotot me Luan. Pastaj doli tigri. Pra, ama mund të bëjë madhe një histori nga ky qytet që doli njëra me një gjarpur, i punoi se e policisë. Po s'mund dalësh me anakonda ku duhet të drejtohesh. Që u bë lajm viral pastaj dhe morën gjithë mediat në për intervista. Pra, të qenë lajm viral dhe të qenit lajmi i vërtet janë dy gjëra që nuk përputhen me njëra tjetrën, po. Por lajmi i vërtet ta jep më vonë benefit. Pra, besueshmërinë ta jep kjo, se njerëzit do të shohin 1, 2 herë, 3 herë, shohin që ti po tallesh dhe pastaj si bien më aty i karremit ata. Je par titujt e portaleve bomba. A thotë ti duke vetë si jam magazinier depo armatimi, mbaj xhepa me bomba. Ku vetë hedh një bombë, jo më dha. Bombë vën ata se nuk din anë gazetari zin vën titull. Ne kemi të ndaluar, pra kush ka bërë shkollë gazetarie, nuk vjet fjala bombë në titull, ose këtë kemi më kollajne. Nuk duhet të fusen më kështu. Pra duhet të jetë diçka tjetër që edhe ne të realizojmë misionin për cilin pra mediat janë krijuar, por edhe publiku të orientohet. E fundit do të them tu është, ore, pyesni të rinë, çfarë modelesh ka? Në qoftë se ti nxjerr në emision njerëz me novka ujku i Dona Frosës apo ujku i Lapardhas, mos prit të kesh modele të tjera. Në qoftë se ti vendos, Shefqet Musaraj ka patur
atë epopeja që ajo e ballit kombëtar, po i perifrazoj vetëm një moment. Do ngrihen këmbët i bien kokës. Pra, publiku merr atë që i çojmë ne. Nëse ne vendosim të marrim llumin dhe t'ia shesim aty për model, për fat keq modeli të rinj. Po çikosh se sot pse të rinjtë e Shqipërisë duan të ikin në këtë. Se modeli që u kemi ofruar ne është modeli Dubait. Është modeli i vajzave të showbizit, i çunave të Instagramit, pra ky është modeli. Dhe në këto kushte, ata thonë, po ne u lodhëm i kot që dashim të mësojmë në shkollë, shkollohemi, të bëjmë doktoratura, të bëjmë zanate, të i bjem me rrugë të ndershme. Ne duhet shkojmë te kjo pjesa tjetër, vite ka ajo, që ti pak më parë, te gazetarët e pasur. Pra, nëse ti je me vil në zonën më të shtrenjta të vendit, apo në zonën turistike, më fal, po çado që të bëj spaku të mbuloj, nuk të mbulon dot. Se flet vila, flet foristrada që ti ke atje në rrugë, flet makina. Tani do kalojmë në pyetjen e fundit. Unë kam zgjedhur për ty 4 personazhe në dijenin time. Ti e njohur nga afër, edhe informacionin për ta e ke të bollshëm, por do të tregoj portretet e tyre dhe shkurtimisht do më thuash për secilin diçka. Do ta filloj me të parin. Është Fatmir Haklaj. Fatmir Haklaj foto. Shiko, ka qenë një nga personazhet, unë vazhdoj edhe sot e kësaj dite, nuk kam gjetur një karakter të dytë si ai. Dhe sa herë që më pyesin që kush ka qenë për ty po përdor atë shprehjen gangsteri më i njohur dhe më me ndikim më shumë se sa i njohur, si njohur janë këta të Instagram. Ky po të ishte sot nuk e di ç'a do ishte. Dhe si do ishte, por ky për mua ngelet personazhi ose quhet gangsteri më me ndikim në Shqipëri. Ka qenë kaq me ndikim sa një vrasje që ka bërë ai çoi në rrëzimin e qeverisë. Nuk ka ndodhur më kjo në historinë e Shqipërisë. Kur të ndodhi, pse do të them që ka ndodhur tjetër. E para, e dyta, ka qenë njëri që është përballur me një situatë jashtëzakonisht impresion shumë të madh. E para ishte në vendlindjen e Berishës, sa kishte humbur Berisha në 97, dhe ta Zemajdarit, pra në Tropoj ishin bastionet e tyre. Së dyti, fshati i këtyre dhe banesa e këtyre shumë afër kufirit dhe ishte në prag të luftës në Kosovë dhe gjatë luftës në Kosovë. Pra ky mbasi morë lufta e Kosovës, u ekzekutua, nuk duhej më. Pra u bë kaq i rëndësishëm sepse ai ndikonte edhe në mbarvajtjen e asaj shkonte më tan. Dhe në hyrjen e armëve në Kosovë, edhe në hyrjen e trupave në Kosovë, ishte një element stabilizues atje. Pra ishte i detyruar, ishte një njerëz që kontrollonte atë sistem. Nuk ishte i dhënë mbas paras. Nuk është si këta që njohim ne sot, bosët e krimit sotëm. Pra ky ishte tip që nuk e blije dot me para. Ndryshe nga këta që ne njohim sot, bosët e krimit ishte njëri që kur bënte një gjë nuk fshihej. A ka bërë gjëra krime? Po ka bërë. Që mund t'i kishte evituar. Por me atë formim që kishte ai, dhe sepse gjëja që nuk kuptoi ai ishte sa i rëndësishëm u bë. Dhe në momentin që u bë shumë rëndësishëm, pra kur ai u bë barr edhe për qeverinë e majt në pushtet, edhe për opozitën, por edhe për aleatët, opozita do ta zgjesonte me kohë atë, ai nuk u kuptoi që duhet të tërhiqej. Pra, ajo që thash që kriminalet nuk dalin pension, ky duhet ta kuptonte që në 13 qershor të 99-s mbaroi lufta e Kosovës. Në 4 gusht ju bë atentati, aty një atentat ju bë që në maj, mos gaboj atë vit, ju bë atentati tjetër në Luzh dhe në nëntor ai ekzekutua. Pra ai do të ishte larguar nga Shqipëria. Por me temperamentin që kishte, me formimin që kishte, me traditën që kishte, pra ai ishte një personazh, thash, unë nuk e kam gjetur më një as si karakter, as pra ndikimi i këtij mbi të tjerë kishte më të mëdhenj moshë dhe njerëzit. Ky ja u impononte respektin dhe vëmendjen të tjerë vetëm me prezencë pa folur, nuk fliste shumë pak. Por vetëm me prezencën, qëndrimin që mbante, unë kam pas nxjerrë sa pamje të emisionit Xhumur, kur ai ka një paket cigare dhe një moll që kalon ta shpërndaj dhe asnjëri s'e merr, gjithë e pinin duhanin, po vetëm se e zgjat se Fatmiri nuk e merrin. Pra, nuk kam parë më një personazh të këtij, sigurisht nuk kishte këtë lloj rafinimi që kanë këta sot, se prandaj u bë ky se ishte i drejt për drejt.
Po unë s'kam parë një personazh tjetër që kur merrej vesh në Tiranë se po kalon qafën e malit, Fatmir Hakaj, dhe atëherë nuk ishte rruga Kombit, duhet 6 shtator të vjen në Tiranë. Politikanët më të rëndësishëm të vendit, edhe kryeministri nuk donte të kishte puna ditë në qytet, donte tikte, edhe ai tjetri ndronte zyrën jo me dritare nga rruga, se ishte i paparashikueshëm. Kjo gjë e bëri dhe pastaj lufta që u bë kundër familjes tij, sulmi me eksploziv, me antitank, me sniper, e fundit do të them për këtë është kanë ardhur disa herë skenaristë dhe regjisorë të huaj për ta bërë film. Dhe mbaj mend një grup që ka qenë shumë të njohur në Amerikë. Dhe ata mendonin që mund të bënin një film me koste diku te $50 milion. Kur i çova dhe pam kullën, burgjit sigurisht lart sot nuk e kam atë pamje që ka atë imazh, atë fortifikim që ka. Dhe gjë e parë që thanë është gjuna që ta djegësh këtë temë me një buxhet kaq të vogël. Pra është një histori që thash ka lënë gjumësi punën e saj që thoshte Botero në Medellin. Sado që të mundohemi ne ta shmangim Pablo Escobarin, ai ka lënë gjurmë këtë qytet. Sado të mundohemi ne ta shmangim Fatmir Hakaj, është një nga njerëzit që ka lënë gjurmë dhe nuk kemi çfarë bëjmë. Do ta përmendim Duce thoshte e rëndësishme, pra Benito Mussolini thoshte e rëndësishme është të flitet për ty. Nuk ka rëndësi çfarë flitet. Nëse nuk flitet ke mbaruar. Dhe në rastin konkret, për këtë njeri gjithmonë do të flitet mirë, do të flitet keq, do të flitet pro, do të flitet kundër, po ai është një njeri që ka jetuar pak, se nuk jetoi gjatë, por që la gjurmë dhe la një ndikim shumë të madh. Unë do doja që ai jetonte sot dhe nuk do doja të kishte bërë atë ndikim që kishte. Që edhe të krijonte ato pasoja që krijoi. Por sot janë gjëra që se kemi nëndër. Personazhi tjetër. Altin e ke kapur në një moment që ai ka qenë akoma pa u dëmtuar, se ka një imazh tjetër. Është një personazh praktike sjell personazhe të shekullit kaluar. Si llogarit sa kohë kam një profesion, sa po më tregon personazhe të shekullit të 20. Ne jemi në fundin e çerek shekullit të 21. Altin Dardha është një personazh tjetër, është një natyrë tjetër, nuk është modeli i Fatmir Hakaj, është personazhi që vjen nga rruga. Nuk e di pse u bë kaq shumë gjaksor, po edhe situata. Pra, ky nëse nuk do të ishte 97-ta, nuk do të ishte Altin, nuk do kishim Altin Dardha. Ky është një prodhim tipik i 97-s. 97-s. U kombinua edhe për shkak babai vet, se e kam njohur edhe babain e tij. Nuk e di pse, domethënë, çfarë traume pati ky njeri që devijoi. Dhe pastaj krijoi një ngjarje që kur i kujtoj më duken edhe vet, i kam shkruar vetëm duken pabesueshme. Pra, 2 herë u fol që ky u vra dhe u ekzekutua dhe mori fund. Dhe ai prapë rishfaqej. Dhe herën e tretë kur u vra vërtet, më se kemi shkruar. Nuk e beson tek kush. Gjithë më thoshin po ja fut kot se ai është gjallë dhe duhet u vra në Janin. Pa. Në një në ato kinkalerit, grekët i thon peritos, s'po vjen fjala fiks në shqip. Dhe aty u vra. Dhe nuk e besonin më njerëzit që ky mund të ishte vrarë vërtet. Ishte shumë gjaksor, u bë shumë gjaksor. Nuk bëri, sigurisht kishte objektiva të atyre, pra kur merrte drejtim për të vrarë, por nuk kufizoi se duhet vriste, pra nuk ishte selektiv. Nëse ky shkonte në një tavolinë, ku ishin ulur 5 veta dhe ky duhet vriste 2, ky vriste gjithë lokalin, me gjithë banankerin brenda, çat kush ndodhet aty brenda. Pra, kjo e bëri këtë që të ketë, se në kohën që ka vepruar ky, mediat kanë qenë 97 ana bllokoi gjithë, s'kishte media përveç mediave të huaja. Pra, po të kishte vepruar ky në të njëjtën mënyrë në kohën që ne jetojmë, unë nuk e di çfarë mund të thuhej për këtë. Por fati i madh për Beratën dhe për qytetin e Beratit, që u mendoj që në 97 shkatroje, Berati do të ishte një qytet më të investuar dhe më të zhvilluar në Shqipërisë. Sot, nëse nuk do ndodhte në 97 dhe nuk do të ishin personazhe si Altin Dardha. Ti e përmendë pak më parë edhe në bisedën tonë, Edmond Koseni, ish drejtori policisë Elbasanit. Unë e kam njohur në Lushnjë fillimisht, në 97. Ka qenë shef komisariati, pastaj ka ardhur në mos gaboj, në Lushnjë ka qenë me shef Rendi Adriatik Zotkën, që është kryetari i bashkisë sot
i Poliçanit, dhe 6 mandate këtë bashkiet, edhe ati thresin majori. Se atëre majori ishte gratë shumë. Majori kime vështirë në fillim mundit. Ose zotit Koseni, se kam kopa e takuar, edhe pse në fakt e kam kërkuar, po nuk kam rastis të takoj. Dhe shef krimesh atëre ka qenë Altin Qato, por ka qenë dhe një grup shumë i që është sot drejtori i qarkullimit. 97-a kishte nevojë për personazhe të tillë. Pra, ligji mbas 97-s, nëse zbatohej ligji nuk bëhet asgjë. Pra duhet ta kaloj ligjin, që të kishte efekt. Mund Koseni këtë gjë bëri. Pra, nëse do të zbatonte ligjin, nuk do mbaj mend si Mund Koseni, por do ishte si gjithë drejtorët e tjerë që kanë qenë në Elbasan edhe si mbaj mend njerëzit. Mund Koseni mbahet mend pikërisht për këtë gjë, sepse ishte një njeri atipik, një sherif i ri erdhi në qytet. Pra ai vendosi disa rregulla në qytet që s'ishin shkruar askund. Ishte arbitrar, se i vendoste vetë. Pra parimet që ndishte morale, i vendoste vetë. Por ajo kohë i kishte të domosdoshëm këtë lloj personazhesh. Mbaj mend një intervistë që ka dhënë atëherë, edhe i pyeti kush mundi ka pas një batut. Nuk thoshte elementi kriminal ose kontingjenti kriminal. Po thoshte elementi kontingjent. E pas e kam fiksuar të. Elementi kontingjent. Që i bashkon të dyja në një. Dhe i pyesin një media këtu ka qenë. Dhe i pyesi i tha kishte ndodhur një ngjarje në Elbasan dhe dikush kishte hyrë aty nga para dhe arrestuan. Edhe i pyetën si do veproni, tha, nëse do ndodhi ngjarje, nëse elementi kriminal i tha do të hynë nga dera. Në qoftë se tha elementi kontingjent do hyjë nga dera, ne do ta nxjerrim nga dritarja. Pra, ai kishte shkuar për të ankuar, Mund Koseni me mënyrën se si veproi në atë kohë, kishte gabime edhe në Tiranë kur vinte Mondi kishte probleme. Pra Mondi erdhi në Tiranë dhe arrestoi Tankateshin, ndërkohë që ne kishim në Tiranë Mitat Havarin dhe ishte territori Mitat Havarit dhe Mitati ishte qenë vetë në Elbasan. Dhe u futën në përplasje të dyja drejtorit se ky vepronte vetë. Ose pati përplasje me zënë shefin e shërbimit informativ atëre, me ministrin, Por ky ishte, prandaj sot njerëzit e mbajnë mend, sepse Mund Koseni vendosi që të silli si një kauboj. Sot një nga njerëzit më me ndikim në botë që njihet që ka lufton kriminalitetin, dikush është presidenti i Salvadorit, Bukele. Ai që i ke pasi i futa jeta një, pra ai nuk do të di për drejtat e njeriut, por qytetarët e vendit për shkak të kriminalitetit të lartë e kërkoi një njerëz atë dhe Elbasanin, për shkak të situatës së rënduar që kriminalet që Elbasanin atko, njerëzit zilin dot në rrugë, po se i ngacmoheshin në rrugë, vajzat zilin dot në rrugë. Ku diun, ndodhin grabitje të rëndomta. Thash për qytetarët, nuk është problem si themun emergjent krimi organizuar. Se ata nuk e shohin krimin organizuar. Por është krimi ordiner, krimi rrugës. Dhe Mund Koseni luftoi krimin e rrugës, e luftoi si asnjë tjetër në atë kohë në Shqipëri, thash, edhe pse nuk ishte në metodë, po ti hyje, e ka ligji kështu e ka, Mondi s'kishte ligj. U më gjyqet që bëshin në Elbasan, për shkak sigurisë që ofronte Mund Koseni, madje edhe finale e kampionatit futbollit është luajtur në Elbasan sepse është Mund Koseni. Pra llogaritë tani e sollën këtu. Po në gjyq, policët ishin me maska. Dhe gjykata qetësoi vetëm kur hynin policët me maska të Mund Koseni. Thash, nëse Mondi do ta vije sot me ato që ka bërë atëre, nuk i bën ato 24 orë, se ndarë do të shkarkonin. Por në atë kohë që bëri, me atë që bënte ky, vetëm ky mund ta bënte dhe prandaj mbahet mend, dhe prandaj la gjurmë dhe prandaj ka paguar pasojat që ka paguar. Sepse për asaj që ka bërë, ai ka humbur njerëz të vet. Pra ja kanë vrarë dhe më vjen shumë keq që kjo gjë ndodhi, sepse në fundit ky u mundua me ato që dinte, me atë që të krijonte një stabilitet në këtë qytet. Dhe vetë pagoi pasojat e asaj, sepse u flak në radhë të policisë, ju mendoj që ai duhet të ishte aty, dhe sot ky njeri mbahet mend nga dhjetra apo qindra drejtora policie në këtë vend, për shkak të kësaj që imazhit dhe kujtesës që ka lënë te publiku. Si themon, ky është një po i fus tek ajo e Fatmir Haklaj, pra nëse ai kishte ndikimin për atë që bëri, ky ka këtë ndikim dhe mbahet mend. Dhe gjithmonë sot, nëse një qytetari në rrugë
i përmend emrin Edmond Koseni më herë, atyre ka ngelur në memorje imazhi i atij sherifit që është në mbrojtje të qytetarit dhe që godet keqbërës. Dhe personazhi i fundit Gani Malushi. Është dëshmorja e dhëut. Në fakt edhe mund Koseni po të kisha vazhduar pak më shumë në detyrë mund të përfundonte dëshmorja e dhëut. Dhe unë mendoj që dëshmorët ne na duhen të gjallë, heronjt, saktë. Heronjt ne na duhen të gjallë, nuk na vlejnë dëshmorë. Gani Malushi edhe ai ka një histori, ka qenë shef komisariati në Librasht, pra në qarkun e Elbasanit, mos gabojmë duke ka qenë në Gramsh. Elbasan nuk jam i sigurt a ka qenë. Edhe ai ishte një oficer policia atipik, jo i zakonshëm. Pra jo sillesi, ndryshe do ishte gjallë. Ishte njëri që nuk komportohej kollaj me situatën. Pra në Shqipëri do të jesh lavjerës. Do të jesh kameleon, që të mbjetosh. Këta nuk e bën dot. Mondri për fat të jeton dhe uroi jetë gjatë, por thash mund të ishte dëshmorja e dhëut. Dhe unë mendoj që ai na shërben më shumë heroi i gjallë se sa dëshmor. Kurse Gani Malushi nuk i mbjetoi dot asaj situate. Është një nga oficerët e policisë, mendoj unë, që nëse do të kishte vazhduar, pa nuk do ishte prerë jeta se u vra shumë i ri. Kjo mosha 50 deri në 60 mendoj unë që oficerët e policisë kanë marrë dhe njohuritë e duhura dhe janë në kulmin e për të shërbyer, për të ushtruar. Dhe janë të aftë dhe të maturojnë veten, të mos gabojnë. Është modeli i policëve që ne të kërkojmë të kemi sot, edhe pse vëmendjen sot na e ka marrë BKH dhe SPAKU. Po mendoj që në këtë vend që ka 420 policë të vrarë dhe asnjë prokuror të vrarë në detyrë. Pra ne kemi 420 heronj, dëshmorë të atë. I kemi varrezë me policë. Dhe institucionin që ne akuzojmë më shumë gjithë ditën është policia. Po unë po them sikur ne të kishim sindikat si policia greke, jo më larg, s'po shkojmë më larg, që ata vendosin 8 orë grevë. 8 orë grevë në Greqi, asfiksohet vendi. Në qoftë se këta policët janë kështu. Në qoftë se këta vendosin të mos dalin në rrugë një ditë, e di çfarë ndodh? Një kaos. Po them vetëm një batutë që ta mbyllën. 97-ën, sa kishte filluar ta merrte veten policia e Beratit. Ta merrte veten. Kishte një fugon Laraman me një, s'kishte as dere. Atëherë në atë kohë policia mbante kanë qenë ca Fiat Ducat, kishte si në Itali. Dhe unë isha me një nga ka vdekur ai sot. Po ishte personazh shumë i njohur në Berat në këto personazhet e. Në atë kohë ishte bërë biznesmen. Kishte dalë nga burgu. Dhe mbrapa jetoi si biznesmen, po ishte një nga personazhet më të njohur të botës krim. Isha unë, ai dhe një prokuror. Dhe po prisim makinën sepse s'kishte mjete për të ardhur në Tiranë. Ishte bllokuar urve guror, ishte i tanku atje, s'kishte ndodhur ngjarje me protodar. Dhe ndoshta ne po prisim në këmbë që këtij t'i sillin makinën. Kalon ky furgoni. Kalon furgoni dhe policët sa pan këtë, edhe ja bën me dorë dhe ulën kokën. Dhe ikën. Dhe i themon si arriti puna, i themon si ka mundësi me ta, edhe sot i thashun ta kanë frikën. I shef ata tim thotë. Sot tha me atë furgonin Laraman ta më nderojnë mua. Po para 3 muaj unë kur i shikoja këta nuk gjeja vërim ku të fuç. Ky është imazhi dhe reputacioni i policisë. Nëse ne synojmë këto modele gjithmonë, dhe këta që lënë këtë mesazh edhe për brezët që vinë, sepse janë figura frymëzuese, ti mund të kesh policë shumë korrekt, shumë të rregullt, që ka zbatuar ligjin. Por nuk ai ka bërë detyrën. Që në Shqipëri nuk duhet quhet heroizëm të bësh detyrën. Do të bëj diçka përtej detyrës. Prandaj thash, mund të thëni pse mbajt mend, se kaloi përtej ligjit. Edhe pse në atë kohë, duke i pa drejtësi dhe i vepronte në mënyrë arbitrare për shumë gjëra, dhe thoshte unë jam ligji. Ganiu kishte një tjetër, vinte edhe prej arsimimit që nga zona, Ganiu vinte nga Kolonja, ata janë zonë më e butë, arsimimin e kishte për zbulim. Pra kishte një mënyrë tjetër të trajtuarit të qytetarëve, të informatorëve, se ta ishte shkolla e vjetër dhe kishte një mënyrë tjetër të komunikimit. Gjithsesi unë mendoj që Shqipëria ka shumë personazhe, gjitha personazhet që do thash janë shekulli i 20. Edhe unë qëllimisht e kam zgjedhur. Unë mendoj që shoqëria jon, rinia jon sidomos,
duhet jetë e vëmendshme te modeli që zgjedh. Duhet zgjidhë modelin e mirë, në mënyrë që ajo vërtet është rrugë më e gjatë, rruga e mirë, por është rrugë e sigurt. Ai modeli tjetër vërtet është shumë i zhurmshëm, shumë i bujshëm. Ti e shijon, më mend kur kemi qenë adoleshent, kishim një shprehje ata që i quanin çuna më të hedhur në klasë. Dhe dilim nga gjimnazi dhe uleshim trotuar dhe shikonim që sa kishin filluar makinat e para. Ata që kishin sjell makinat e para, kapnin gocat më të bukura. Po. Dhe policisjet ti çfarë do bëhe? Mëso sa dush, s'ka, e merrte makina, se qeshëm, thoshim shiko, nuk e kapi filani, por e kapi ai Benzi, lloj Benzi. Nuk e kapi Genci, po e kapi Benzi. Po e kapi Benzi. Po. Dhe batuta që ne, domethënë këta që ishin si më të hedhur, shok klasik, kishim thoshim, më mirë të jetoj, thoshte ai një ditë si mbret se sa 2 vjet, thoshte kështu si slav. Mirë, por problemi është që kur mbaron ajo dita e mbretit, ti do ta zgjasësh atë, se shumë pak ajo. Normal. Se ti vërtet je aty, po pastaj, pra, po t'jap një definicion të fundit. Një nga ato personazhet e qarkut ku jemi, Elbasani. Edhe pse ishte bërë shumë i pasur, kishte shumë lek, kishte shumë njerëz, kishte shumë biznese ku diu. Po ta pyesje për shkak të kufizimit. Gjëja që kishte qefe dikush ishte? Kam qef thoshte të shkoj tek byrektoria, ku blie byrek para se shkojnë në gjimnaz. Sot, pra ky njeri, se di më a jeton, as jeton, se sem interesuar më kohët e fundit, po ky njeri, pra, kishte bërë para me blej byrektore për me hap një fabrik tërë, me prodhu byrek për gjithë Ballkanin. Pavarësisht se kishte krijuar kaq shumë pasuri, kaq shumë njohje, kaq shumë imazh, thash në të qendër njeri dhe ky është avantazhi i asaj quhet gazetaria burimore, se ti e njeh personazhin vet, nuk e njeh nga letrat që të servis prokurori ose polici, se ata janë njerëz gjallë, dhe duhet i kuptosh ata dhe të mësosh edhe, domethënë, edhe e shikojnë, si e perceptojnë ata jetë. Dhe po them, një njeri që kishte pasuri pafund, dëshirë kishte të shkonte, se nuk shkonte dot më. Pra, gjithë pasuria që i kishte vënë nuk i shërbente. Nuk shërbente për një dëshirë fare të thjeshtë. Ai si dia ekzistonte më, se mos e ishte fare ajo byrektore që ishte qenë në gjimnaz. Por kjo ishte, pra, dhe kjo është në fakt realiteti që ata jetojnë. Dhe e përmenda këtë për të thënë që modeli i të rinjve duhet të jetë kjo rruga e vështirë dhe e gjatë, dhe jo rruga e shkurtër. Do rruga e lehtë dhe e shkurtër, se ajo mbaron shpejt dhe ti pastaj të pret humnera. Kështu që më mirë është kjo rruga tjetër. Nuk ka rëndësi pastaj bëu sa dush, ti krijo sa dush para. Ka ca gjëra në jetë, jo ka ca gjëra, por ka shumë gjëra në jetë që paraja nuk i blen. Nuk i blen, po. Pra nuk arrin dot ti blesh me para. Përfshirë dhe shëndetin që se ke në dorë më. Kështu që të afërmit shokët, ku diun, janë ca gjëra që nuk është e blia. Tan Hoxha, faleminderit shumë. Ishte një bisedë shumë e bukur. Faleminderit për gjithçka që the. Faleminderit që ishe pjesë e Bajti Podcast, që na erdhe në qytetin e bukur të Elbasanit. Uroj të shihemi në për intervista të tjera ose gjëra të tjera të mira, siç themi ne shqiptarët u bashkofshim vetëm për gjëra të mira dhe faleminderit. Faleminderit e ty për ftesën. Unë thash për shkak të edhe të se jam tifoz sporti, vi shpesh në Elbasan, po. Pra edhe për këtë shkëm po e heq pjesë që kaloj lart e poshtë, është i një kryqëzim shumë i rëndësishëm. Po, është pika. Dhe kështu që herë tjetër do ta kemi më kështu edhe më të, si themon, më të detajuar, sepse u mundova më tepër sot isha në gjëra të përgjithshme, edhe për shkak të si them, të ndjeshmërisë, të aktualitetit të ngjarjeve që ndodhin, jemi dhe para fushatës. Ndonjëherë, po kur ke shumë informacion që s'do ta kesh, për shembull sot po të pyesësh ka shumë gjëra që s'do doja fare të tjera. Sepse ato të bëhen mbarr dhe ti do të jesh i kujdesshëm që të mos i tregosh. Të gjitha do të përzgjedhësh. Po, patjetër. Çfarë të çosh në opinion, është një gazetar i njohur që i thanë që pse s'po shkruan një libër. Sepse kishte ndjekur disa histori të pasojshme dhe i tham pse s'po shkruan një libër. Po presa ai të vriten me 2 veta dhe pastaj do ta shkruaj. Kështu që mos përfundojmë në këtë situatë. Gjithsesi unë mendoj që tek shikuesit tuaj
të kemi quar diçka interesante, që t'ja vlej koha që do të shpenzojnë duke ndjekur. Duke na parë, po. Duke ndjekur Shumë atë. vërtet. Pra, sepse në fundi për ata kemi folur. Dhe edhe një herë të falenderoj dhe për çdo rast tjetër me shumë kënaqësi do ta mirëprisja bashkëpunimin. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve ju që na keni ndjekur dhe shihemi në puntatën e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.